Përshëndetje nga kuzhina e Jerit. Sot kam vendosur me zi kompot kumbullave, kompot i kumbullave që i kom marrë pra në Austri tek vllaznia mi verës. Ja u kom largu normal pra farat brenda dhe kom pas në frezë siç për shihni të ngrita. Kumbulla të stinës që të kënaqen për iftar bashkë të flladitin barkun. Krejt që kanë nevojitën janë kumbulla, një sheqer vanile, një gotë 200 ml me ujë, si dhe ujë të nxehtë. Bismillah, fillojnë në përgatitjen. Tek kumbullat kështu të ngrime, qesim sheqerin, një sheqer vanile, edhe e mbushim pra tenxherën me ujë të vaj. E lojna të zihet kompoti në temperaturë ju edhe të lartë. Jo që s'keni kumbulla shembull, s'keni pas këtu verës, mundeni mi ble, por inshallah kanë shijen si këto, ju që keni shti kumbulla në frezë, ka shumica pra që kanë në frezë, e zini pra kështu. Kompotin e kom zi për 25 minuta, sepse s'ka nevojë më shumë, kumbullat janë verore, tepër të mira, e largojnë tenxherën e lojna me uftuf. Përshëndetje nga kuzhina e Jerit. Sot kam vendosur me përgatit një iftar shumë të shishëm, si për familje, si kur keni mysafer, pra veç që dy fishoni mosat kur jeni më shumë antar, bashkë kam një lënë pa men. Pa men është fjala për shijet mirë, se pa men nuk e kena nërmen me qitë ushqimet me tranu gjinën e mas më dita s'ka e nërtë. Krejt që ka na nevojitën prej përberzve janë 1 kilogram mish të viçit, ose të lopë se kemi nda kështu në copa, 150 gram këpurdha, një lugë të mesme me rozmarin, një lugë të mesme me tymjan, një lugë të mesme krip, pra tymjan trumz në shqip, një lugë të mesme me vegit, një lugë të mesme me hudhër e blume, një lugë të mesme biber të kuq, një lugë çaj biber të zi, një lugë të gjellës me salcë të specave ose të domateve, një karrot, 2 lugë të gjellës mill, 50 gram me gjallë për ndryshe buter, 1 litër me ujë të nxehtë, edhe 1 lugë të gjellës nga kjo brye pra e viçit ose e lopës, vaj për skuqin e mishit, 7-8 qep pra i grini, kështu 4-5 gjethet e dafinës, dhe bismillah fillojna me përgatitjen. Në një tigan ose të nxjerë, hedhim vaj edhe lojna që vaj të nxehet mirë. Vaj është nxehur, tash bismillah. Hedhim që të të ka dhe ditë në të di onë mirë. Në rëkullojna në të di onë mirë. Lojna mirë pra të kaverdisën, e mbulojna edhe të nxjerën me kapak. Tek ujë, kër kemi hedhë, pra ujë në një lugë të gjellës nga ajo bërjë që është, hedhim edhe në mesa cilat u kanë përmen, e shtojna edhe salcën e specave, ose të domateve cilën e kene. Për një 15 minuta kemi ka vërdit ka mishin. Tash të morëm pjatën edhe largojmë prej të nxjerrës. Që të qesim në pjatë. E kemi qit mishin në pjatë. Tash të morëm të vajë. Të qesim qesim. Qesim gjallën.
shtrigjollta të qip mirin. Kështu që asë një herë nuk kemi nevojë me ble sosa që janë për paqeta. Sos ma e mirë që kë s'kom. Tash i përzina kale qetë, aveditë mirë. Keme ka vedisë dhe qetë, tash të morën bakarën edhe qesim këtë për longën krej që kemi përzi në të ngjire. Prej non, që deri me tani pra e kem pas, por ne kom pas normal, shpëretin shumë, për ndyshe ploqen, e ullëm tash në 4 përzina. Tash të morëm copat e mishit edhe e hedhem brenda të ngjire. Plus këtë longën që isim brenda. Tash të morëm karotën, shtu në copa, pullat. I morëm gjethet e tafinës, edhe e shpërndojna. I japen një aromë të mrekullueshme. Fusim brenda që ta lëshojnë pra atë aromën e mirë, intenzive që e kanë edhe japen po ashtu sosit pra një shije perfekte. E mbulojna tash të ngjiren me kapak edhe lojna pra në ploqen 4 që të zihet. Ndoqet me bon lëmë mësafert, edhe ju më do normal, kur t'i fton njëri mësafert, ka që më do dhe vetë e knoshne me ditë çka po përgadit. Pa dyshim se kanë mja u kërku edhe recetën, këto ju garantoj, kështu që mbulojnë të tashti edhe të ngjirën me kapak e lojna që të zihet. Mishi pothuajse u bë gati, mbas 2 orëve tash të e përgatiti sallatën. Sallatë si kur në përdosma që përgatit që në përkësu me lakër të bardh, bash shumë pëlqen edhe kom qef. Krejt që ka na nevojtë në kom morë pra një kastravec e kom ngri kështu, një karotë e vogël edhe gjys lakër të bardh e kom ngryne gryse, një lukë të mesme veget, pak krepiç, pak vaj edhe pak ufull të bardh, kur gjë tjetër. E qesim vegetën. Pak ufull, bardh, pak vaj edhe përzina. Tash të mbas 2 ore e kemi nal shpëretin edhe mishi. Është i but që ju knoq. Sosi perfekt që nuk keni nervoj asnjëherë me ble, se nuk janë kur si këta, veç sosat ne t'i përdorin kushtuan. S'po vlas ma mirë hiq. Mundeni me servu me orez, mundeni me pyre anash, mundeni veç qështu. Kush e provon ju lumshin duart e ju beft mirë. Tash të do motra thojnë shumë ndëshëm. Këto e në ushqime 100% ushqime të mira, 100% ushqime se nuk i përgatit besa edhe gjithkushi, edhe kështu duhet me qenë. 2 opcione keni. Ato që e din vleftën ushqime dhe din çka është ushqimi, e përgatitin këtë. Ato që ju duhet një ndryshëm, loqka
4-5 vezë zini, ju kënaqen. Kështu që, qysh hani ushqime thota, ashtu tani më falni shprehje, po më shkruni, a keni ere diçka për kapslak? Tani ju bënja një pyetje në vetet, pse vjen puna deri te kapslaku? Ushqime të thota, kështu që vazhdoni ju anena. Unë që ju mësu, edhe ne, familja jam që ju mësu me hangër me lug, ushqime ju të thota, vazhdojna me këtu. Ndoqët ju për mysafir të ftuar për iftar, me përgadit e me u knoq dy part. Ju me u knoq që ju ndo të knoqën ata, edhe ata me ndo tranu. Ju përshëndes përzemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të receta fëmija. Faleminderit për përkrahen që ma bëni, komentet e bukura e deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit. Ju them miru pafshim.